Maqedonia e Veriut u trondit orët e para të mëngjesit të dieshëm nga një tragjedi që shkaktoi 59 të vdekur dhe plagosi mbi 155 të tjerë, të gjithë të moshave mes 14 dhe 30 vjeç. Një diskotek në Koçan u përfshi nga flakët në orët e para të mëngjesit. Mbi 1500 të rinj që ndodheshin brenda lokalit në ato momente prapuan të shpëtonin nga flakët dhe tymi që kishte përfshirë vendin. Disa u dogjën, disa të tjerë u shtypën nga turma e tmerruar, disa të tjerë u asfiksuan nga tymi. Bilanci është tragjik. Ende familjarët e të plagosurve dhe viktimave nuk e dinën se të afërmit e tyre i mbijetuan kësaj tragjedie, ndërkohë që priten verifikimet e plota dhe identifikimet e sakta të viktimave, trupat e disa prej të cilëve janë djegur nga flakët. Në spital mësohet se janë aktualisht rreth 155 të plagosur, prej të cilëve 13 janë dërguar jashtë vendit për të marrë mjekim. Nga të plagosur, kritike mbetet gjendja prej 18 prej tyre, ndërkohë që vende si Shqipëria, Serbia, Bullgaria e të tjerë janë shprehur të gatshme të pranojnë të plagosur për trajtim mjekësor. Nga ana tjetër, hetimet kanë zbuluar një tjetër histori nga ajo se çfarë u paraqit mëngjesin e dieshëm. Fillimisht u tha se lokali kishte licencë për të ushtruar aktivitetin e saj deri në datë 24 mars, por pas hetimeve nga autoritetet maqedonase, diçka e tillë nuk rezultoi e vërtet. Leja për aktivitetin e lokalit kishte mbaruar që vitin e kaluar, por pronari me anë të korrupsionit, duket se kishte siguruar një leje të falsifikuar me ndihmën e një zyrtareje të shtetit. Ishte ministri i brendshëm Maqedonas Pançe Toshkovski, i cili deklaroi se licenca për klubin e natës u ndodhi tragjedia është marrë me anë të korrupsionit dhe se personat përgjegjës do t'japin llogari para drejtësisë. Kjo licencë është ndërlidhur me mitmarrje dhe korrupsion. Në këtë rast kanë emër dhe mbiemër ata që kanë dhënë këtë licencë dhe do të përgjigjen. Toshkovski teksa shtoi se është arrestuar ish sekretaria shtetërore e Ministrisë së Ekonomisë, që dyshohet se ka firmosur lejen false. Nga hetimet e kryera deri më tani, prokuroria maqedonase ka lëshuar urdhër arreste për 20 persona të dyshuar se përgjegjës për ngjarjen. Deri pas ditën e dieshme, mësohet se ishin shoqëruar në polici 15 prej tyre, ndërkohë që kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Kristian Mickovski, në një konferencë për mediat lidhur me tragjedinë e ndodhur në diskotekën në Koçan, tha se autoritetet nuk do të kenë mëshirë për të vënë para përgjegjësisë të gjithë fajtorët e kësaj tragjedie. Duke marrë shkas nga kjo ngjarje, autoritetet maqedonase kanë nisur një fushat treditore nëpër të gjitha lokalet, restorantet dhe hotelet e vendit për të verifikuar kushtet e sigurisë dhe për zbuluar abuzimet me qëllim që situata të tilla të mos përsëriten më. Vlen të theksohet se mbar bota ka shprehur solidarizim ndaj familjarëve të viktimave të tragjedisë së Koçanit dhe shtete të shumta janë shprehur të gatshme për të ofruar ndihmë ndaj Maqedonisë.